Mirëmëngjes, si jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mrinë në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Punësim në administrat. Kemi 1082 vende të lira. Drejtoresha e Departamentit Administratës Publike. Çfarë duhet të bëni për të punuar në shtet? Albana Koqiu, procedurat e aplikimit që duhet të ndiqni. Situata nuk ka lidhje me zgjedhjet. Procesi i përzgjedhjes mund të zgjasë deri në fund të këtij viti. Ish të përndjekurit, dokumentet që duhen për të marrë këstin e 7, tabelat me 1550 përfitues. Ministria e Financave, ja hapat që duhet të ndiqni për të fituar dëmshpërblimin. Ornella Magnani sjell më tepër hollësi për këtë çështje. Nga Brikena Mete vjen kronika që sjell titujt këlqyr, ish komando i pret kokën fqinjit. 30 vjeçari inspektori të zonës, kam bërë vrasje, do dorëzohem. Voda i sëmur mendor, kurohej pas kthimit nga Afganistani. Gruaja e viktimës, kishim konflikte prej 1 viti. Nga Shaban Murati botohet opinioni ditës me titull Antishqiptarizmi i ndërhyrjes ruse në Maqedoni. Nga Oki de la Guerra, sytë e luftës, ribotohet opinioni ditës Shqipëria, Kolumbia e Europës, udhëtim në kryeqytetin e drogës. Zyrtari Trump e mert, Donald Lu në një situatë të vështirë, Basha po fiton. Një koment nga Monika Stafa mban titullin Mesazhi që përcjell libri Sadik Premte i Dashnor Kaloçit. Ngjarja, zbulohen rolet e antarëve të grupit që u vinin gjoba bizneseve. Kompensimi, Agjencia e Trajtimit të Pronave, statusi i pronave në Korçë, Pogradec, Devol, Ersek dhe Kolonjë, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Në brendësi të gazetës shqiptare është suplementi Life Pages. Nga ky suplement veçohen titujt Dëmtimi i veshkave të fëmijët, si ta zbuloni në kohë dhe këshillat. Rezonanca, planifikimi jo vetëm në Tiranë. Këto janë të gjithë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama çelet me titullin Pensionet, kompensimet për ushqime dhe drita nga 1993. Si ndryshon skema? Zbardhet shtesa deri në 1650 lekë në muaj për pensionistët me skemën e re. Kategoritë që e përfitojnë edhe pas rritjes 3% të pensioneve. Basha e fton në çadër si të penduar. Rama do pushtet në tavolinë. Kreu i opozitës të vite të firmos qeverinë teknike. Çmendonte drejtoroi nëse Enver Hoxha ishte homoseksual, thoshte që Mehmet Sheun e vran. Intervista e plotë e Tajar Agollit, vllai i shkrimtarit të madh, marrëdhëniet me Kadaren dhe Sali Berishën. Flet shkrimtari Agron Tufa, Diana Çuli, goshda e fundit në arkivolin e Gens Lekës. Gjobvënësit në Shkodër, si u përgjua grupi që vinte gjoba, tregtarët, i paguanin vetë, na ruanin. Sot vetingu në kuvend, mungon Partia Demokratike, Ngjela, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do bëj opozitën. Krimi makabër, ish komandoja vret me thik pensionistin, e shoqja, policia nuk në ndihmoi. Një opinion nga Gens Pollën mban titullin Matrioshkat dhe miqt. Nga Florian Kalaja, vendimi i formës së prerë nuk është i formës së prerë. Nga Ergys Mërtiri, asgjë e re nga fronti i Mogherinit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, punësimet, emigrimi në Itali, Norvegji dhe Danimark. Shtetet nordike shpallin kushtet e pranimit për të huajt dhe për profesionet me kontratë. Qeveria italiane miraton dekretin dhe hap punësimin sezonal për mbi 30.000 vende. Aplikimet realizohen përmes portaleve zyrtare të qeverive të vendeve nordike, përfshirë dhe Suedin. Ja procedurat. Intervista Koço Kokdima, zgjidhja, ja kush duhet të bashkohet lëvizjes dhe qëllimet e saj. Themeluesi dhe drejtuesi i lëvizjes brenda Partisë Socialiste flet për betejën e nisur prej muajsh. Nuk jam ndarë nga Partia Socialiste, jam me socialistët e thjeshtë. Turqia, Güleni ka kapur dhe komunitetin musliman në Shqipëri. Horror në këlqyr, ish komandoja i pret kokën komshiut 66 vjeçar. Il Giornale, Rama shkatroi Lazaratin, por kanabisi mbuloi vendin. Gazeta Italiane, Shqipëria, Kolumbia e Europës, parat e drogës mund të komandojnë vendin, si dhe të financojnë partit politike në zgjedhje.
heqja e patentës, gjobat e makinave, rrugët për të përballur në gjykat. Gjatë vitit 2016 pati 300 çështje kundër gjobave të padrejta të pretenduara nga shoferët. Flet Bledar Hoxha, si e fitove gjyqin me policin. Kampion në Beograd, shqiponja e Smalajt tërbon mediat dhe serbët, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, skenarët për vettingun, çfarë pritet të ndodhë në Kuvend. Seanca e thirrur për sot ka shumë pak mundësi që të zgjedhë komisionin ad hoc parlamentar mazhorancë opozit. Partia Demokratike ka bërë të qartë se nuk do marrë pjesë në seancë. Ngjela propozon që në vend të Partisë Demokratike këtë rol ta luajë Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Negociatat. Partia Demokratike nuk shkon në Kuvend. Basha, parlamenti ka rënë. Ftesat në distancë mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës nuk kanë ende një pikë të përbashkët dhe përpasoj situata politike mbetet e njëjtë, pa ju lënë vend negociatave konkrete. Opozita nuk do tjetë në seancën jashtëradhe të Kuvendit për miratimin e projekt vendimit që synon krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc, me qëllim verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit. Takimi Meta në Vlorë, Lëvizja Socialiste për Integrim shtyllë stabilitetit politik në vend. Vlahutin rëfen marrëdhëniet me Berishën, Bashën dhe Ramën. Ambasadorja Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlahutin, në një intervistë për E Diell me moderatorin Adi Krasta, ka folur për marrëdhëniet e saj me politikanët e lartë shqiptar, për reformat që po kryen, sidomos ajo zgjedhore dhe reforma në drejtësi, për zhvillimet e fundit politike në vend mes tyre edhe për kërkesat e opozitës. Horror në Këlcyr, ish komandoja masakron 66 vjeçarin. Ish komandoja i njohur si person me probleme mendore vrau një 66 vjeçar. Krimi makabër ka ndodhur në fshatin Suk të Bashkisë së Këlcyrës. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujarë Kapexhiu, thirrje demokratike, të gjithë të çadra e lirisë. Një koment nga Blendi Lami mban titullin Zgjedhjet përcaktuese për të ardhmen e Bashkimit Evropian. Nga Naum Mara, arroganca ndjell luftë. Nga Dragoslav Dedović, martesa me interes e Serbisë me Bashkimin Evropian. Debati, Europa e re, art socialist, ç'mund të bëhet me të? 11 postra të mëdhenj nga 8 vende përfshirë dhe Shqipërinë ndërtojnë përmes imazhit monumentet e epokës socialiste sot. Në brëndësit gazetës Mapa, sot është suplementi Mapa Universitet. Studentët musliman, si e dëmton urdhri i Trump arsimin e lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani, Turqia dhe Arabia Saudite ishin ndër 15 vendet e origjinës me numër më të lartë të studentëve ndërkombëtar në 2015-2016, sipas Institutit Ndërkombëtar të Arsimit. Është gjithçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf qelet me titullin Mafia italiane ka groposur helmet në Shqipëri. Gazeta më e madhe greke Prototema, 1300 kontejner me mbetje të rrezikshme janë futur në Shqipëri nga Italia, po deri tani askush nuk e di se ku kanë humbur gjurmët e helmeve të rrezikshme. Ligji i plerave, mafia italiane dhe kontrolli produkteve që vijnë nga Shqipëria. Koha për të nxjerrë nga bodrumet e errta dosjet e arkivave, është një analizë nga Ismail Kadare. Mishmashi moral dhe marrëveshja e heshtur që u krijua midis të dy krave të politikës për të mos prekur ish agjendët e fshet, nga që secila palë kishte pjesën e vet në këtë thesar të zi. Shqipëria nuk mund të quhet sot një vend sovran, demokracia dhe rendi republikan virtuale. Qysh më 1941-shin, krerët e partisë u mësuan të denonconin njëri tjetrin të Stalini dhe Titua, ndaj më pas spionimi u bë diçka familjare. Nga Artur Zhej botohet opinioni me titull Çfarë fshihet pas ftesës për dialog. Nga Theodori Proko, mësuesi i Tre Brezave. Erion Veliej, këtë vit investime në çdo lagje, qytetarët të zgjedhin vetë administratorët e pallateve. Kreu i demokratëve Basha, kryeministri harxhon 15 milion dollar për bileta avioni, kurse për fermerët vetëm 7 milion. Kryebashkiaku Dako, titulli për ish guvernatorin Hoti si nderi i qytetit, vlerësime dhe për gjithë inteligjencën dursake. Udhëtim në kryeqytetin e drogës.
Gazetat italiane: kanabisi në Shqipëri është kthyer në një instrument mbijetese për fermerët. Dhënia e tokave me qera oligarkëve. Lazarati dhe çmimi 7 herë më i lartë në Itali. Udhëzuesi i Bashkimit Evropian për Arsimin. Ja batërdia afro 44.000 diplomave falso që qarkullojnë në Shqipëri në këto 20 vite. Ndarja sipas qarqeve dhe dëmi ekonomik prej 110 milion eurosh. Suplementi sporti në Telegraf sjell titujt: Grigor Tavo, luftëtari ka ngërç euforik. Partizani hap garën, Kuksi nuk dorëzohet. Agron Kaja, kategoria e parë me formulë të re. Droni Izmir Smajlej triumfon në Beograd. Rubrika Mozaik dhe aktualitet veçon titujt: Zydi Dervishi, virtuozi Fadil Kepi, akademik honoris causa i certifikuar nga Opinioni. Leonid Papa, aktiviteti Mega Rama një fars. Pandeli Bardhi, metalurgjiku dhe njerëzit e punës. Presidenti Trump, Soros, njeriu më i rrezikshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Revolucionet me ngjyra dhe pranvera amerikane janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita çelet me një ekskluzive: çadra sipas Izet Haxhis. Berisha po tenton një tjetër 9 mars. Në Prapasken, një amnistie e re si ajo e 97-s. Haxhia: jam gati të dalë përpara cilido prokuror që ka kurajon apo merr mundimin të më pyes, pas një lloj kushti apo marrëveshje paraprake. Drejtësia e ka për detyrë të merret me dëshmitë e mia dhe t'i thot popullit që e paguan nëse këto janë të vërteta apo trillimet e një gjoja vrasësi, siç më cilëson Berisha. Po populli ku është? Është një analizë nga Bedri Islami. Populli nuk është në çadër, sepse idetë që ajo përcjell janë mbrojtja një klase politike që përmes mburojës gjoksore të popullit fsheh krimin e saj. Nga Yusuf Kalo botohet artikulli përtej një shakaje të paqëllimshme mjekësore. Flet mjekja Ilda Xhelili, simptoma dhe trajtimi në diabetin e tipit 2. Telebingo, raporti financiar për xhiron 8, data 5 mars 2017, është diçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt: Vlahutin, sulme dhe kërcënimet për vettingun i Prisja. Ambasadorja e Bashkimit Evropian flet për protestën, Berishën, Bashën, Ramën. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoni vettingun të luftohet korrupsioni. Zevbrozi thirrje deputetëve të Partisë Demokratike, braktiseni klanin kriminal të Berishës dhe votoni vettingun. Kryeministri Rama, Basha kërkon pushtetin në tavolinë, pastaj shojmë e bëjmë për vettingun. Basha i përgjigjet Ramës, e mirëpres në çadër, por vetëm për firmosjen e qeverisë teknike. Dokumenti i sigurimit: Shqipëria trafik kokaine më 89-ën. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Llogaritë e reja të Bashës me një parti demokratike antiperëndimore. Nga Spartak Ngjela botohet artikulli sipas kushtetutës vettingu nuk bllokohet. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet përfaqëson opozitën. Nga Bedri Bloshmi, ultimatum: mos përdosni figurën e Vilsonit dhe Gensit, hiqni fotografin nga çadra. Nga Ben Andoni, mohimi i zhvatjes prej tregtarëve të Shkodrës, shenja omertas shqiptare. Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës, si na provokoi Edi Rama në çadër, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55 çelet me titullin Rama, i përbuzuri i Tiranës. Edvin Rama është sot i përbuzuri i Tiranës dhe sa më shumë të zgjas shpalljen e dorëheqjes, aq më shumë do afroj arritjen e standardit tjetër, ato të arrestimit për grabitje në shkallë të gjerë dhe ortakrim me krimin e organizuar. Deklarata pas provimeve dëshpëruese të Edvinit, Ramën e mirëpres në çadër për të firmosur qeverinë teknike dhe krijimin e kushteve për zgjedhje të lira. Zyrtari i partisë së Trump, Basha po e fiton betejën, është udhëheqësi i fortë që i duhet Shqipërisë. Basha, Edi Rama po përgatit operacion të madh për pastrimin e parave. Kreu Demokrat përmendi shkarkimin e Enkeleda Shejt nga drejtimi i Agjencisë së Mbikëqyrjes Financiare, si prova finale që e ndalonte për të ngritur lavatricën shtetërore të parave të pista, dhe si një goditje drejt për drejt ndaj kreut të Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, aleatit të tij në koalicionin opozitar.
Alarmi, gazeta italiane Il Giornale, Shqipëria, Kolumbia e Europës. Intervista, fletish kreu i policisë së shtetit, jap se ju bashkova protestës qytetare më 18 shkurt. Ahmet Prençi, parat e drogës rrezik për zgjedhje dhe sigurin. Basha, lider perëndimor. Një opinion nga Eden Babani nga Brukseli mban titullin O sot o kur. Një dosje nga Kastriot Dervishi. Në vitin 1989, gazeta zvicerane botonin artikuj për kontrabandën e sigurimit, dyshimet e shtypit perëndimor për trafik droge nga Shqipëria. Forum, Lugina e Preshevës vishet kuqezi për të pritur presidentin Nishani. Kahari Bajraktari botohet artikulli me politik kundër shqiptarve nuk mund të zgjidhet kriza në Maqedoni. Nga Mehmet Elezi, në gjuhën tonë të bukur shqip, Agzot. Në brëndësit gazetës 55, sot është suplementi Letrat, fragment nga libri Monstrat, i Simon Sebag Montefiores. Fragmenti titullohet Panchovilla, më mirë të vdesësh në këmbë se të jetosh i gjunjëzuar. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Standard qelet me titullin 1300 kontenierët. Pas mediave italiane nisin denoncojnë dhe ato greke. A humbën në Shqipëri, media greke Lifo.gr. Ngarkesa kishte për destinacion landfillin Drisla në Shkup, por mediat italiane kanë shkruar se pasi kanë mbritur në portin e Durrësit nuk kanë dalë nga territori shqiptar. Shqipëria sipas raportit të Departamentit dhe mediave të huaja. Gazeta Il Giornale, Shqipëria, Kolumbia e Europës. Departamenti Amerikan i Shtetit rrëzon qeverin, drog, krim. Një ditë në vuajtje vlonjate, Lungomare, që thjesht mbeti Lungo, projekti që po ecën me hapin e Breshkës. Një opinion nga Nebil Çika mban titullin Luli i vocër i madh. Rama provokon, Basha e mirëpres në çadër me dorëheqjen e tij, të firmos qeverin teknike. Ligji i ri, plani i strehimit, si mund të përfitoni banesa sociale në 61 bashki të vendit. Horror në Këlcyr, i pren kokën me thik fqinjit, arestohet ish komandoja Alban Voda. Problemet e studentëve, koklavitja me abonet, bashkia dhe operatorët janë ngecin topin njëri tjetrit. Në brëndësit gazetës Standard sot është suplementi Mistere, cila është spionja misterioze që joshi diktator dhe mbretër. 10 misteret natyrore më të çuditshme në botë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi, Ilir Meta me struktura televizjes rinore për integrim në Vlorë. Lëvizja Socialiste për Integrim, në radhë të parë është partije të rinjve. Për ne, të rinj nuk janë një fasad, për ne të rinjt janë e sotmja dhe ardhmja e Shqipërisë. Ne duam të japim një shtys të fuqishme angazhimit tuaj, që çdo i ri ta shohë të ardhmen këtu. Kryetarja e Lëvizjes Rinore për Integrim, Florida Kërpaçi, vendi ka nevojë për vizionin dhe energjinë e të rinjve. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Endrit Brahimllari. Forca e Lëvizjes Socialiste për Integrim është solidariteti dhe energjia e të rinjve. Një koment nga Lunturi Çollaku mban titullin Drejt një zhvillimi të ri dhe vlerave evropiane. Nga Mark Leonard, strategjia e rendit të ri global. Intervista, kryetarja e strukturës së studentëve në Lëvizjen Rinore për Integrim, Dejana Kalogjerovic. Besimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim te potenciali i rinisë, një shans për çdo të ri. Nderohet me çmimin simbol i gruas për kontributin e saj. Nora Malaj do të punojë gjithnjë për forcimin e rolit të gruas në politikë, arsim dhe shoqëri civile. Nisma mbar kombëtare për pastrimin nga mbetjet. Lefter Koka, bashkitë të marrin masa për mbetjet, të ndërgjegjësohemi të gjithë për mjedis të pastër. Deputetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Silva Caka, takime në Çorovod me simpatizantë. Lëvizja Socialiste për Integrim rritet çdo ditë. Qindra antar të rinj po në bashkohen për një të ardhme më të mirë. Gjovalin Kadeli, takime strukturat e LSI-s në rrethin e Kurbinit. Lëvizja Socialiste për Integrim është forcë politike parimore. Qytetarët janë në qendër të vëmendjes son. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, Flamurtari dhe Kuksi, spektakël për një pikë. Kryesuesit të pamposhtur edhe në Vlorë. Super gola, karton të kuq dhe veting futbolli. Duro mesazh demave, barazimi okej, por dua 3 pikë me Partizanin.
Java e kuqe, Partizani zjarë për Krehun, Starova, Federata Shqiptare e Futbollit po zbraz stadiumet. Presion për vendin e parë, të kuqt fitojnë në Laç dhe afrohen me 2 pikë nga Kuksi dhe Skënderbeu. Zbardhet ankesa e rrallë të kuqve, nuk e duam shefin e garave si delegat. Krasniqi, golin e parandjeva, Bobit do t'i blija syze të reja. Tirana, tifozët i përgjigjen Halilit, mëkat që le botën e muzikës. Teuta, Hasan Belliu, dua Europën, ja si u ringritën. Kategoria 2, Egnatia nuk ndalet, tension në këlsyrë. Moshat, Ngecë Vllaznia, Tirana dhe Partizani të papërmbajtshëm. Kampioni i Europës, Baba Ismailajt në lot, si e binda të mos tërhiqej. Itali, Inter ëndrash, Juventusi frenon në Udine. Angli, City nuk një blof, Aguero, besoj të titulli. Spanjë, telefoni në fush, Messi rrëfen arsyen. Milan, Berlusconi heq panikun, kinezët janë serioz, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport,